Kanë kaluar më shumë se 2 javë që kur në qendrën e mjekësisë familjare në Erenik është inauguruar shërbimi i kujdesit paliativ, i cili referohet pacientëve me sëmundje të rënda kronike, duke ofruar përkujdesje profesionale dhe mbështetje emocionale. Doktor Kreshnik Zeka thot se pacientët tashmë kanë filluar të shfrytëzojnë shërbimet që ofron kjo qendër dhe rëndësia e saj është shumë e madhe, pasi këtu ofron shërbime për pacientët që nuk janë ofruar më herët. Për shkak se më herët nuk ka pas një qendër të tillë në Gjakov, dhe për këtë arsye hapja një qendre të tillë na mundson neve që më ofru shumë shërbime shëndetësore që nuk janë ofruar më herët. Domethënë ose i ka ofru urgjenca e qytetit Gjakovës dhe konë një ngarkesë tepërt për urgjencën. Të gjitha shërbimet e kujdesit paliativ synojnë të përmirësojnë jetën e pacientëve dhe të familjeve të tyre. Prandaj edhe bashkëpunimi me pacientin është shumë i rëndësishëm, thot doktori Zeka, duke e pohuar se shumë shpesh ekipet e kujdesit paliativ shkojnë edhe në shtëpi të pacientit për ta vizituar atë dhe për ta përmirësuar jetën e tij në faza të ndryshme të sëmundjes. Tash kujdesi paliativ mundson që këto shërbime të ndryshme shëndetësore më ofru të shtëpia pacientit, i ofrojmë këto shërbime të pacientë të cilët për shkak të sëmundjeve të tyre kronike ose për shkak gjendjes shëndetësore ose për shkak të moshës së tyre kanë pamundur më ardhë në qendrat shëndetësore dhe me i marrë këto shërbime këtu të ne. E kur është fjala te shërbimet, doktori thot se janë disa prej tyre që ofrohen. Shërbimet që ofrohen këtu janë terapi të ndryshme parenterale dhe domethënë terapi intramuskulare dhe intravenoze, të cilat jepen në spitale të ndryshme, nga mjek të ndryshme ordinohen. Ato terapi mujmë më shku ne si staf i kujdesit paliativ dhe më jap. Tjera shërbime janë edhe kujdesi shëndetësor nga vetë ne si staf shëndetësor për ata pacientë cilat më parë përmenda. Domethënë me gjendje kronike, me gjendje shëndetësore tepër të rënduar dhe në moshë, edhe kanë pamundur marrë dhe ne i ofrojmë aty. Kujtojmë se mjekësia paliative ka të bëjë me studimin dhe menaxhimin e pacientëve me një sëmundje aktive, progresive dhe mjaft të avancuar, për të cilën prognoza është e kufizuar dhe qëllimi i kujdesit është kualiteti i jetës.